Prej pak ditësh ka nisur puna për ushtrimin e zonës pranë xhamisë së Parrucës me gur dekorativ. Kjo hapësirë do të jetë pjesë e investimit për transformimin e zdralës. Largimi i pllakave të trotuarit dhe vendosja e gurëve dekorativ do të integrojë edhe këtë zonë me projektin e zdralës. Në kuadër të rikualifikimit të zonës së zdralës, po vjen puna me shtrimin me gur dekorativ të zonës pranë xhamisë së Parrucës. Ky investim është mirëpritur edhe nga qytetarët shkodran. Shumë mirë, u bën shumë bukur. Unë që banora kësaj zonë jam shumë e gëzuar. Se shofim makarë që bëjnë më të bukur, më qytet të rrumë. Unë vetëm që shohim kështu si përfaqe se për punime tjera teknike, për ana vizuale më duket shumë e mirë. A do shmu po ka herë kjo punë, bollë që në kanë dhani gjani zhve këtu. Kanë heka të trotuare, vesh i gabim kam frikë se ta po bojnë edhe se pa qesin atë të volinat të jashtë, po ura të ciber qesin se ku vojnë janë balkonet të hapura, do fillojnë të nashanerë se këtu jetoj unë. Që buka është tash i vesh, i fatkesia të gra që i kanë pusë me maja. Ky investim, që ka vlerën e 750 milionë lekë me PATVSH, përfshin trajtimin e fazës parë të këtij projekti nga rruga Hamskazazi deri tek Markata Peshkut. Projekti parashikon që rrugët dhe sheshet do të trajtohen që t'u jepet përparësi këmbësorëve dhe biçikletave, ndërsa makinat do të lëvizin me orar të caktuar.